Qofse mu ka njëri se më ka bloku Noizi. Bravo Noizi. E ti pse? Se Machiavelli thot, fitoje luftën me çado lloj mundësie. Nuk ka problem se si e fito, po vetëm fitoje. Se ti mbetesh një histori kur e fiton. Edhe ai ditë fitoi. Ai ditë fitoi me polici, ai ditë fitoi me grushta, ai ditë fitoi me servilizma, ai ditë fitoi me mashtrime, ai ditë fitoi në çdo vend me klikime, ai ditë fitoi me kupa. Ai është i madhërishëm për çdo gjë që del inovatore, është ai i pari. Ai ka njerëzit konsulentët më të mirë që ka bota. Është miliardieri më i pasur i gjithë artistave që ka bota. Ka Ferrari, ka Benz, ka një Benz tjetër, po ka dhe 2 Benz tjerë më duket, o po them është i parritshëm. Por çka është pasuri sipas Klevios? Për mu, unë nis nga liria e para, që do të thot. Edhe ky personi në fjalë, ky nuk ka liri. Ky hecë me bodyguard. Ky hecë me njerëz, gjithmonë. Dhe ne jemi njerëz, ne jetojmë. Ty rri doti me një njeri 24 orë, ose të rish me ca njerëz të caktuar 24 orë. Po jo se do, po do rish se të duhet. Dhe ky njeri nuk ka liri. Dhe unë nuk kam liri nga arsye tjera. Dhe po them, e nisim nga liria. Edhe qa duen ato kur ti nuk di t'i shijosh, kur ti nuk di të flasësh, ti nuk di të flasësh, nuk e di se si këta njerëz bëjnë suksesshëm, nuk e di se si një mashtrus që gënjen publikun, që qanë e që bën 1000 poshtërsi për të fitur një lojë tavull, publiku e do, se fitoi, thot, qau ai, ja futi këtit nga mrapa, po ja futi dhe me thik, po ja futi dhe me gur, po fitoi. Edhe është djali i mirë se fitoi ky gjunaky, se ky u smur njerë para 2 vjetëve, kaloi një grip, kaloi një brogoplomoni. Edhe shqiptarëve i bie keq shumë, shqiptarët e di si të bëjnë, shqiptarët të bëjnë në mret me sekonda. Ndalojmë tek kjo pjesë ku mesjera është ai përmendet dhe disa nga prezantuesit shqiptar. Po me ta ç'pati? Individ të cilët kanë mundësinë që të ngrejnë të bëjnë kingmaker quhen, si Batona Gjiu, që merret me politikanët, kurse në botën artistike nga rrugaçët e rrugës e rrugaçët e Sharbana Osmani, edhe Alaudini Big Brotherit, e keni ju andej në Prishtinë. Alaudini të merr nga lagja e Shqipërisë e të bën të famshëm Kosovë ta shet ty. Atë të lagjës këtu, sikur është vip ai. Ai del atje nuk di të lidhi 2 fjalë. Ai del atje ka fjalorin më të pistë që ty s'ta kishte dëgjuar ndonjëherë veshi. Po ti më Klevja do të përshtatesh në një format të tillë si Big Brother VIP? Nuk kisha qëndrur. Pse? Sepse atje degraton muhabeti dhe atje je në kushtet barabarta. Atje je në kushtet barabarta që do të thot një zhulaq është i barabart me një vip. Kupta? Tani çohet Luizi dhe i bërtet Oltës. Kupta qa them? Luizi tani sytë e mi ishte zhulaq. Se njifja unë. Oltën e njifja o dhuroja. Ma bëri Oltën për 1 lek. I themi ne këte nga Shqipëria. Ma mërziti. Olta u mundon të ta mërziste. E degradun situatat nga të cilët dolën vetëm sharje, vulgaritet, një impulsivitet para ekranit, kupto se qa po ndodhte. Edhe kështu që nuk jetojun dot me këta njerëz atje, as ata me mu. Porosi ka edhe për stresin ku siç duket nuk i pas ka punët fare mirë me atë.
Rëstun të kapëm atër, ai është i kapur, nga mu është i kapur ai. Nuk ka ku shkoj, unë e kam rrit atë. Ai është në gjuhën e Tiranësve, ai është qerri im, a kupta? Deri këtu e qua muhabetin sa për ta nxjerrë në bisedë. Shkojmë tani tek blic pyetjet e në zonë. 3, 2, 1. Mu më dunë gjithë në estradë. Për mu vdesin gjithë, po nuk e shprejnë. Po dhe vetë Noizi, dhe vetë Noizi e pranon që unë jam tekst shkruesi më i mirë. Vetë, mreti. OG Panda. Për pak ditë ose edhe me orë mund tjetë nga kjo intervist, se do të takoj Noizin në praninë e instancave të shtetit edhe besoj se do ta bëjmë paqen përfundimisht. Sa, nga erdhi ky vendim? Ky vendim erdhi se u lodha unë, u lodha edhe ai. Edhe duke u lodhë të dy palët, duke parë që s'po mbaroka, po s'pati luftë nuk ka paqe. Kështu që ishte lufta, tani është paqja. E ke mbaru do me thonë për janës tonë dhe luftën. Po unë e kam mbarur, po tani të presim. I du shumë, edhe Tajnën edhe Melindën, edhe Dafinën e kam dash. Dafinën kam dash ta bëja tatuazh, po fat që më ka shpëtu, se unë s'kam asnjë tatuazh edhe kam pas gjitha këngët ja di përmend, gjitha. Po jam shumë, po them nuk ka njeri që ja di muzikat më mirë Dafinës, po u mërzita se kam qenë burr kur e kam gjumë bashkëpunim me një far reperi Palaço, e jo u mërzita. E di që zhgënjet, këtë janë këta fansat fanatik që të dun deri në vdekje, po pastaj janë edhe që dun të vrasin nga inati. Ajo ka bërë shumë, po ka bërë me një zhulaqin e Noizit, Varrosin e njefti. E kam seriozisht, e njefë, shikoje, bravo Varros, njofka, po mos i prik këto, nxirri.